Na kanë thënë që Vesa Luma dhe Big Basta me krizë martësore, e ne po ua vërtetojmë. Një ndër paparacit e parë të Prive Klan Kosova kishte përcjellur fejesën e Vesa Lumës dhe Big Bastës, fejes kjo që ata tentuan ta mbanin shumë të fshehtë. Qysh prej atëherë, ne e kemi dokumentuar jetën e tyre bashkëshortore, lindjen e Lianit, shpërnguljen në Zeland të Re, koncertin e rikhthyes të Vesa Lumës e shumë çka nga kjo familje. Kësaj here në redaksin ton kam bëritur një lajm krejt ndryshe nga çifti. Burime afër këngëtarëve për Prive Klan Kosova kanë konfirmuar se një krizë po ndodh në martesën e tyre. Molla e sherit për këtë përçarje duket se është pjesëmarrja e Gerit në firma web, format këtë që fillon së shpejti. Dhe krejt kjo ndodhi sepse këngëtarja e hitit Amanet duket se nuk është e pajtimit që Basta të bëhet pjesë e këtij formati. Tashmë dihet se Big Basta po hyn, a do ta pres jashtë Vesa rikthimin e tij apo jo, mbetet të shihet.